Shikues të televizionit të UTA, përshëndetje. Mirë se takohemi së bashku pas pothuajse një viti në ekranin e televizionit të UTA me emisionin e veçantë i cili do të vi për gjatë 30 ditëve në vazhdim. Pikërisht në këtë muaj të madhërisëm të Ramazanit, ky muaj i cili uroj që për të gjithë besimtarët e konfesionit islam të sjellë sa më shumë begati, mbarësi edhe le të themi të gjitha mirësi që i mban në vete. Është kënaqësi që përmbi një dekadë tashmë, televizioni të UTA në bashkëpunim me Bashkinë Islame të Ulqinit realizon emisionin e ligjeratave të përditshme për gjatë muajit të Ramazanit. Do të jemi çdo ditë së bashku para kohës së iftarit për të përcjellur mesazhe domethënëse, mesazhe të bukura, por edhe mesazhe të thjeshta, le të themi, në të shprehur, por me një përmbajtje të madhe nga të gjithë imamët, jo vetëm ato të cilët janë në komunën e Ulqinit, por edhe mysafir të shumë të cilët vinë edhe janë pjesë, le të themi, e xhamiave, e netëve të taravive, edhe e shumë le të themi aktiviteteve bamirëse që mbahen edhe gjatë muajit të Ramazanit. Dua të falenderoj të gjithë sponsorët të cilët janë pjesë, le të themi, e këtij emisioni, të cilët përkrahin gjithmonë Bashkinë Islame në këtë emision. Gjithashtu dua të falenderoj për ambientin, për studion edhe kompaninë Cungu. Kjo mbrëmje dhe kjo bisedë sot do të filloj, le të themi, si gjithmonë me atë që unë kam kënaqësi që e nisim së bashku për të folur për aktivitetet që i paraprin muajit të Ramazanit, por edhe çfarë do të kemi gjatë këtij muaji, cilat janë gjërat më të rëndësishme ndoshta që do të karakterizojnë muajin e Ramazanit. Me shumë kënaqësi them përshëndetje dhe selamu alejkum kryemamit të Bashkisë Islame. Aleikum selam, përshëndetje juve, në veçanti stafit tuaj, televizionit tuaj TV të UTA, siç e pohut edhe vetë tashme gati ndoshta edhe më tepër se një dekadë që kemi bashkëpunim, qoftë në muajin e mallnueshëm të Ramazanit me emisionet e tilla, por njëherët edhe me aktivitetet e tjera gjatë kohëve apo datave të shënuara të cilat kanë rëndësi me komunitetin tonë musliman. Njëherët gjejnë rastin që të përshëndes gjithë besimtarët që na dëgjojnë dhe që do të kenë rastin që të dëgjojnë gjatë muajit të mallnueshëm të Ramazanit ligjëratat apo emisionet me imamet qoftë të qytetit tonë, po qoftë edhe mysafir, siç e pohut edhe ju. T'ju uroj këtë muaj të mallnueshëm të Ramazanit, keni mundësinë që të dëgjoni dhe t'i përmbaheni gjatë atyne minutazhave të iftarit të dëgjoni televizionin të UTA me emisionet tona, edhe me këtë rast domethënë që na është dhënë një mundësi e tillë dhe që na jepet, ju falenderoj shumë. Po njëherët falenderoj gjithë ata kolegë, hoxhallar, imam, të cilët do të prezantojnë me emisionet e tyre, po ashtu edhe ato gjejnë rastin që t'i falenderoj në emër të kryesisë së Bashkisë Islame të Ulqinit. Po kështu edhe gjithë ato donatorë të cilët për vite me radhë kanë kontribuar dhe japin në realizimin e këtij programi, edhe ata gjejnë rastin që t'i falenderoj nga këto, dhe Zoti t'ju shkruaj për sevapin inshallah të gjithëve, dhe aty në veçanti natyrisht edhe dy i dhanë shpërblimin më të mirë i madh i Zot. Gjithashtu falenderoj gjithë ata të cilët do të kyçen gjatë kohës muajit mallnueshëm të Ramazanit me aktivitete të ndryshme. Zoti t'ju jap mirësi, begati dhe t'ju ashtoj shpërblimin dhe dashnin për të madhin Zot. Amin, urojmë më të mirat për gjithë. Agjerim të lehtë dhe të pranuar, është dita para agjerimit sot, ju uroj ju dhe të gjithëve. Kjo më patjetër që është agjerim, dita para agjerimit, andaj edhe gjatë kësaj dite, por edhe ditën vijim, Zoti t'ju shkruaj për sevap, sepse, siç e thotë edhe vetë Zoti, agjerimi është për mua, thot, dhe unë e shpërblej atë. Pra, është i ndryshëm edhe shumë i veçantë nga ibadetet apo adhurimet e tjera, për atë arsye thot Zoti, unë e shpërblej atë në mënyrë të veçantë. Dhe për këtë arsye edhe në parajsë në xhenet është edhe një portë e cila do të jetë për gjithë ata që agjerojnë gjatë muajit të mallnueshëm të Ramazanit. Jemi fatlum ne që e pritëm këtë muaj edhe këtë vit, por
Fillojmë pak me, le të themi, çfarë i parapriu. Cilat aktivitete ishin nga Bashkia Islame për t'i paraprir muajit të Ramazanit, që fillojmë sonte më të? Gjatë që nga fillimi i muajit Rexhep dhe Shaban, natyrisht siç ka qenë edhe traditë, domethënë, janë para përgatitjet dhe ne si Bashki Islame kemi bërë disa aktivitete ku gjithsej kemi pas 8 teologë, hoxhallar të ndryshëm, kryesisht nga vendet të tjera, pra jashtë Malit të Zi, mysafir, ku në ditë të caktuar, normalisht në përputhje me ato mundësitë e tyre që kanë pas ato që të vinë ato datë të caktuara, sepse kemi diktu, si thosh pak njëri tjetër, që të mbahen to ligjërata, janë marrë në xhaminë e madhe në Pinjesh. Besimtarët kanë dalë të kënaqur dhe si thoshe është një parapërgatitje e mirë për të futur në muajin e madhëshëm të Ramazanit. Zakonisht në Islam kur ndodh për shembull si rasti i Bajramit apo rastet e xhumave, kur ekziston ligjërata dhe adhurimi, ibadeti domthonë, i paraprin njëra tjetrës dhe në këtë rast ne jemi para përgatit për të filluar muajin e madhëshëm të Ramazanit me ritmin më të lartë që mund të ketë një besimtar për të arritur për të marrë ato frytet e tija. Nëse muaji Rexhep dhe Shaban ishin muaji i kornave, siç thonë dietarët, siç bëjnë krahasim, dhe i të mjellnave dhe të kornave, muaji i madhëshëm i Ramazanit është muaji i vjeljeve të frutave. Andaj një parapërgatitje për këtë është bërë edhe në nivelin me imamet, me këshillin, me xhamatlitë të ndryshme të cilat kanë dhënë mendim me ide të ndryshme se si duhet realizohet. Por gjithsesi, ato aktivitetet që janë gjatë muajit të madhëshëm të Ramazanit janë aktivitete pak a shumë që një pjesë e madhe e tyre, do të thoja rreth 80%, janë pak a shumë të njëjta në kuptimin për nga forma, por natyrisht për mbajtja atëherë mos ne mundet si thosh pak edhe ndonjë rast me ndonjë imam, ndonjë aktivitet më ndrysh, të cilët e pasionojnë atë gjatë këtij muaji. Atëherë, për të filluar, le të themi, një muaj me shpresën që të marrim më të mirën, edhe me shpresën që të shpërblehemi. Çfarë duhet të jemi të vetëdijshëm për mirësitë që na sjell ky muaj? Cilat janë? Muaji i madhëshëm i Ramazanit ka mirësi të panumërta. Në vetvete ai po të çohesh dhe ti numërosh ato është shumë e vështirë. Allahu xhaleshanu por thot edhe në raste të tjera kur na jep mirësi jo vetëm gjatë muajit të madhëshëm të Ramazanit, por edhe rasteve të tjera kur thot nëse ju do të çohni dhe të numëroni mirësitë e të Madhit Zot, ju nuk do të keni mundësi ato për t'i numëruar. Pra duke filluar nga frymëmarrja, nga jeta, nga mënyrat e tjera domethënë që na shoqënojnë gjatë jetës tonë, e kështu me radhë deri në gjërat më të imta apo më të largët e cila ndoshta nuk kena të varën direkt prej saj. Por gjatë muajit të madhëshëm të Ramazanit ai ka shumë mirësi. Mirësitë e tija, si thash, janë të panumërta. Me fillu për gjëra më të vogla, mirësia e tij është agjerimi, si thash. Që Allahu xhaleshanu na ordon dhe na jep edhe në Kur'anin e Kerim, "Faman shahida minkum ash-shahra falyasum." E kush e mrin ose kush e shef, kush e arrin, atë muaj le ta agjeroj, pra në mënyrë ordinore. Kur'ani tjetër Allahu xhaleshanu përsëri thot: "Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun." Ju që besoni, u është bërë obligim agjerimi ashtu siç ishte obligim edhe atyre që ishin para jush, në mënyrë që të jeni të devotshëm. Pra, ky ajet apo gjithë ky agjerim në vetvete ka devotshmërinë, takvallekun, përkushtimin, dashnin për Zotin, gjitha këto i përmledh ajo që ne i themi të devotshmëri. Gjithë ibadetet, gjithë gjërat që bëhen në besim kërkojnë sinqeritetin në jetën, që është gjë kryesore, dhe kërkojnë devotshmërinë, e cila është ndërlidhur po kështu me
me sinceritetin edhe me njetin apo me qëllimin që ne e bëjmë. Prandaj çdo ibadet që na realizojmë, duhet në vetvete të ketë atë përkushtimin, apo si më thonë devotshmërinë, me e bë me dashni për Zotin, një gjë të tillë jo se Zoti ka nevojë apo diçka tjetër, por jemi ne ata të cilët për hatër apo për atë që ai ne na ka kriju dhe na ka dhënë këtë mundësi që të jetojmë, na ka dhënë frymën, na ka dhënë ajrin, na ka dhënë kushtet klimatike, i ka përgatitur për ne në mënyrë që ne të jetojmë mirë. Domethënë ku ka gjë më të mirë se ta falenderosh atë, pa të thënë ai me falenderu. Domethënë duhet të jesh falenderues njeriu, pa të thënë Zoti me falenderu. Pra kjo është ajo që është dhe që do ta ndërlidha, do të them që është besimi më i thellë dhe më i pastër që është. Pra, agjerimin vetvete ju do të keni rastin që të keni tema, sepse kemi përcaktuar tema që do të flasim veçmas për këto, por agjerimi gjatë ditës jo vetëm që largon njeriu nga haja dhe nga pija, të cilat domethënë janë gjëra të rëndësishme për jetën e tij, por në anën tjetër atë largon edhe nga veprimet e këqija, nga punët e këqija, atë largon bile aq shumë e largon nga gjërat e boshe, saqë edhe kur zihet me ndonjë njeri apo kapet me ndonjë njeri dhe nëse edhe i thot një fjalë, ky do t'i thojnë, un jam agjerueshëm. Pra, i jep sinjalin, i jep shenjën që nuk jam i përgatitur dhe nuk jam i gatshëm që të prish këtë ditë për tekat juja që mund t'i keni gjatë asaj kohe. Edhe agjerimi ka vetvete ka edhe iftarin, po që ka dhe syfyrin, që të dyja janë me dua dhe lutje të mëdha. Po, mund të bëj një pyetje këto kur flasim për mirësitë. A marrim mirësi njëjtë nëse kemi agjerimin pas syfyr? Pastaj vjen teravia, nëse jam e qartë. A duhet të gjitha së bashku për të arritur në mirësinë, apo secila është e ndarë veçmas në... Njeriu, domethënë, vetëm kur e ka të pamundshme që... A gabojmë kur na shkalojmë syfyrin? Po natyrisht i gabohet sepse por jo që nuk ke agjerim. Në kuptimin edhe pse mund dikush domethënë mos bëjnë, si me thonë, syfyrin ose për shkaqe të ndryshme që mund të jenë, ajo nuk e bën të mangët, si me thonë, agjerimin, por e bën të mangët bereqetin apo mirësinë e syfyrit. Sepse, siç thot pejgamberi selam, çonën e syfyrit thot, sepse në te ka mirësi, ka bereqet për besimtarin. Edhe kur don që me humb këtë bereqet, domethënë, apo këtë mirësi që Zoti ja ka dhënë për çdo cikël, domethënë edhe iftari e ka atë veten. Domethënë njeriu mund të thojnë për shembull nuk po prishit, po maj edhe pak. Atë po ai nuk është obligim, ama ti e ke për detyrë dhe obligim që të marrësh shpërblimin edhe të bash duan në atë moment kur Zoti ta ka përcaktuar që më bë duan. Dhe siç thot, nuk kthehet duaja e agjeruesit, e atij që është në hall, që e ka dhënë hallën, dhe atij që është udhëtar. Pra janë tri momente apo çaste kur Zoti ja ka dhënë mundësi njeriu që të bëjnë duan sinqerisht, edhe Zoti ta plotësoj atë. Pra një ndër ta është edhe koha e agjerimit. Prandaj nuk duhet të anashkalohen asnjëra prej tyre në mënyrë që të merret të kompletuar. Natyrisht që nëse nuk realizohet ndonjëra, nuk do të thotë se nuk ke agjerim. Pra agjerimin vetë ajo çka është si agjerim, për te e ke shpërblimin e Zotit. Por natyrisht që ka edhe ciklet e tjera, momentet e tjera që janë nga momenti i prishjes së agjerimit, që ka sevapin në vete, po ka edhe sevapin në vete edhe syfyri. Sepse sahuri e veçon agjerimin e ummetit Muhamedit a.s. me sahuret e agjerimeve tjera ma përpara. Ma përpara nuk kanë pas sahur për shembull. Ka pas raste kur nëse në mas iftarit, tazam, ke fal namazin e akşamit, ke fal Yasin, ke fal po themi teravin dhe të kazan gjumi. Nga ai moment ato kanë pas për obligim janë agjerueshëm deri te nesërmen në akşam. Edhe pse është quaj ndoshta, edhe kjo është një mirësi që Allahu xhaleshanuhu jep Muhamedit a.s. dhe ummetit të tij, që edhe pse njeriu mund ta zaj gjumi, pra domthonjë që do ta zaj gjumi, në fakt që më uçun sefer për me marrë mirësitë e tija. Sepse
agjerimet më përpara janë të ndryshme, pak a shumë. Gjithacila një farë mënyre e ka për qëllim vetvete, devotshmërinë, takvallekun, për kushtimin, edukimin, sepse agjerimin vetvete është një institucion edukues që nuk e ka ndoshta asnjë prej gjërave të tjera që mund të pojnë, apo se gjithë cili ibadet, gjithë cili adhurim ka në vetvete edukimin. Edhe namazin vetvete ka për qëllim edukimin. Përveç asaj që është madhnim i Zotit, falënderim i Zotit për shëna ka dhënë, natyrisht ai është edukues në jetën tonë. Pra, thotë Allahu xhaleshanuhu, namazi është ai i cili ju largon nga veprat e këqija, pra nga veprat e ndotëna. Atëherë domethënë, një njeri që është me namaz, njeri që vazhdimisht, po do të thoja 5 herë në ditë, pra nga sabahi, kujton, merr abdes, kujton Zotin. Pra, ky njeri i cili kujton Zotin e falenderon atë, është shumë e vështirë që ndërmjet tyne kohë të ndërhyjë diçka e cila shkakton gjinahin apo shkakton mëkatin apo shkakton mendimin e keq për tjetrin apo rujna Zot edhe me ndonjë kurth apo me ndonjë gjë tjetër të cilat janë gjëra të dëmshme apo me ndonjë zullum që mund të jetë gjithashtu të janë larg domethënë një besimtari. Një besimtar nëse ka zullumin apo ka padrejtësinë apo nuk është i drejtë, ai nuk është larg, nuk përputhen gjanat, nuk shkojnë. Nuk shkojnë sepse është parakosh që një besimtar, një adhurues, një që kryen ritet fetare, që i kryen të obligimet, të jetë jetën e tij, të reflektojnë jetën e tij, sepse në fundit çdo ibadet duhet të reflektojë, agjerimi duhet të reflektojë në jetën e përditshme me pas. Namazi duhet të reflektojë në jetën e përditshme me pas. Haxhoi i cili shkon në haxh e kryen ritualet duhet të reflektojë në jetën e tij përditshme. Pra gjithë cilin vetvete është institucion edukues që ka përveç adhurimit ka misionin e vet për të edukuar gjithë cila prej tyre. Prandaj mirësitë e Allahut, mirësitë që Allahu xhaleshanu i ka dhënë muajit Ramazanit janë të panumërta. Është mirësia më e madhe që është edhe Kurani që nuk e cekme. Që në këtë kohë ka filluar që zbritej Kurani dhe ajetet e para siç janë do të keni rastin që të dëgjoni ndoshta kur të keni ligjëratat për natën e Kadrit apo të tjera apo për Kur'anin. Pra ajetet e para të cilat janë ajetet e surës Alaq, të cilat bëjnë fjalë për lexim, për dije, për mësim, ku përmenden lapsi, përmendet dija, përmendet mësimi, gjitha këto që përmenden e këto 5 vargjet e para, pra që është një sinjal dhe një urdhnesë e parë për gjithë besimtarët që duhet të hulumtojnë, të studiojnë, të shohin madhështinë e të madhit Zot, të shohin argumentet që ai na ka dhënë. Gjitha këto janë të mjaftueshme për njeri që do të thoya normal. Sot njerëzit mund të merren sepse e kanë me ideologji, dikush e ka me përpasken, sepse ka për shkaqe të tjera ideologji. Ne duhet t'i largojmë to. S'është puna të ideologji. Ne do të flasim për të vërtetën, për Zotin do të flasim, për atë që ai na ka kriju, për atë që ai na ka formu, për atë që ai na ka dhënë gjitha këto mirësi. Për to do të jena falënderues ne. Nuk do të hym në politika apo në gjëra të tjera, jo, po ky e ka për këtë, ky e ka për atë. Ato janë çështje që vazhdimisht do të përdoren, do të keq përdoren, apo do të vëhen, domethënë, në mënyra të ndryshme për të shërbyer momenteve të caktuara. Por ne do të themi si besimtar të zhveshur nga atyre gjanave, larg nga këtyre gjanave do të shohim se mes vërtet besimi dhe Zoti që na ka dhënë gjithë ato mirësi janë për ne. Andaj ne duhet ta falenderojmë atë. Dhe Kurani pra është një libër si vetë thot Allahu xhaleshanuhu Hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal furqan, është udhëzues, sqarues dhe ai i cili e ndan Furqan, pra që e dan të mirën prej të keqes, e dan. Domthonë është sqarues, është udhëzues. Pra Kurani në vetvete na vjen ne si besimtar, si njerëz të këtij umeti, jo vetëm besimtarë, por gjithë njerëzit duhet ta lexojnë, sepse është udhëzues për ta. Edhe na vjen edhe na vën ato kornizat të thoja se cila është e mirë dhe e keqe për njeriu. Pra domthonë na përcakton ato pika
që na duhet edhe në qoftë se ju përmbahemi atyne, largohemi atyne të qijeve që ka dhënë Zoti dhe ju mbështetemi atyne të mirave që na ka dhënë Zoti, atëherë domethënë ai e kryen punën e vet, domethënë tek ne dhe e kryen edhe misionin e vet. Dhe Kurani jo me kod domethënë gjatë muajit mallnushëm të Ramazanit lexohet në origjinal ashtu siç është, sepse Allahu xhaleshano ka zbrit, por duhet me patjetër që të lexohet edhe në gjuhën që kuptohet. Është e mira. Ka raste kur si shkak i largësisë, ndoshta shekujve tanë, sepse aty ka ngjarje, ka rrëfime të cilat duhet dihen dhe njeriu i cili nuk i njeh ato rrëfime ndoshta apo nuk ka lexuar për to, e ka të vështirë dhe nganjëherë mund të keq kuptohet, sepse ulemat përpara nganjëherë kanë thonë ndoshta s'po din me kuptu mirë, po ngatron mazi, po bën ma keq, por ajo që është informacioni sot. Domethënë, nëse ndeshish në Kur'an me një rrëfim, atëherë me njëherë të atë rrëfim sot janë mundësi të ndryshme teknologji, mund të hysh në internet me njëherë domethënë pyetesh për atë çështje, sepse janë librat, janë enciklopeditë të cilat janë vendosur. Edhe kjo është një mënyrë e mirë për me kuptu. Por unë do të thoja ajo që është për besimtarët, dhe kam thënë edhe herës tjera, që besimtarët duhet të lexojnë gjërat të thjeshta, në kuptimin ç'a aty ne ju hyn në jetën e përditshme, pa u futur në polemika, sepse polemikat nuk e çojnë kërkunat e. Jo se polemika është ndalume, polemika është në Islam është domthon ulemat kanë bërë polemik në kuptimin e mirë të fjalës për çështje të ndryshme, sepse një ajet i Kuranit kur ceket, për shembull, një dietar mund ta kuptojnë në një version tjetër, një dietar në një version tjetër, po të dy kanë drejt, sepse ndoshta qartësia është atill që lehet me dy kuptime, për shembull. Por njeriu i cili nuk merret me këtë, njeriu xhamatliu i thjeshtë, i cili nuk merret me këtë, nuk ka nevojë shumë me hyrë në to debate, sepse atë e lodhin edhe duhet kohë që ai të merret me ato, nëse do më marr që më lezu me ato. Domethënë, prandaj është e mirë që e thjeshta që është dihet se çfarë është me lezu, ilmi hallin, do një jetë shkrim nga jeta e pejgamberit alayhis salam, ka libra të ndryshme, por unë do të veçoj ato një prej librave që është edhe shkencor, tipi shkencor, por që është edhe për xhamatin e thjeshtë, për shembull, jeta e pejgamberit, jeta e Muhamedit alayhis salam, dy vëllimshe e Muhammed Hamidullah, i cili ka ndru jetë, është nga Pakistani ka qenë. Ai ka punu historinë kur e ka shenu apo kur e ka shkruar pejgamberit alayhis salam, e ka faktuar edhe në dokumenta, pra që ka parametrat edhe të një libri historik që referohet edhe në dokumenta. Kjo domethënë e bën të veçantë dhe do të ishte e mira që të lexohet jetë shkrimi i Muhamedit alayhis salam, pa hyrë në debate të tjera. Natyrisht duhet të shikojmë edhe muajin e mallnushëm të Ramazanit, agjerimit, mos bëjmë gabime, të mundohemi të jemi të përpikt me rregullat dhe kështu në mënyrë që ne të jemi prej atyne që marrim shpërblimin për këtë që bëjmë. Kur jemi te kjo, tham që kanë qenë 8 ligjërata, le të themi para muajit të Ramazanit, të cilat do të vinë edhe në ekranin e televizionit të UTA gjatë këtij muaji, qoftë para kohës së iftarit apo edhe gjatë mbrëmjeve më vonë. Por tani, siç e tham, do të kemi mysafirë dhe ligjërata edhe gjatë muajit të Ramazanit, në kohën e taravive, pas taravive, siç ka qenë shembull edhe herëve viteve të kaluara. Me ato që folëm edhe që na tha që të marrim gjërat e thjeshta, le të themi ato që i kemi më të kuptueshme. Tani, nëse bëjmë një krahasim, ne thamë që jemi në këtë studio me këtë emision për mbi një dekadë. Por po të bëjmë një krahasim, le të themi me mysafirët, me ligjëratat që janë dhënë edhe në xhamia para 10 viteve, edhe me ato që duhet të përzgjidhen që të jenë edhe në këtë Ramazan. A ndryshojnë me kohën, le të themi, a duhet edhe ligjërata fetare të përshtatet kohës në cilën po jetojmë? Natyrisht që domethënë koha dhe hapësira kanë atë dvetën domethënë që duhet i përshtatet. Unë mendoj që më shumë nëse para 10 viteve ndoshta ka pas në raste të caktuara ka pas informacion ndoshta më pak ndoshta. Dhe
Tash ligjëratat e cilat bëhen në shumë dimensione. Për shembull, një temë e caktuar mund të merret apo trajtohet nga disa aspekte. Pra domethënë apo ta trajtosh natën e kadrit, mund ta trajtosh nga aspekti historik, pak a shumë historik me dhënat se si ka ndodhur, nga aspekti për shembull i Kuranit, po ngjarja e madhe që është Kurani, po të kur flesh për Kuranin, mund të flitesh për Kuranin nga aspekti i asaj se çka ka zbrit, cilat janë apo ç'a është mesazhi kryesor në ato 5 ajete që fillon dhe zbret Kurani. Dikush tjetër mund të merr edhe të flasë në tërësi për Kuranin, dikush tjetër mund të merret për shpërblimin që flet për shembull nata e kadrit, e cila ka vlerën. Pra janë dimensione të ndryshme të cilat ata e bojnë të bukur, domethënë, dhe e bojnë me kureshtje njeriu vazhdimisht që të neshet me gjana dhe me interpretime të cilat ati i shkojnë për interes në çdo moment. Prandaj nëse para disa vjetëve e kemi trajtuar në një rrafsh pak më ndryshe, tash ti fillon të trajton edhe në rrafshe të tjera, domethënë në dimensione të tjera, dhe kjo e bën atë më të bukur, më tërheqëse, dhe sepse mendja edhe në fakt edhe njeriu është krijuese, është krijimtari. Domethënë edhe njeriu mund për një ngjarje, poetët që kanë shkruar për shembull poezi shumë të bukura për një ngjarje të caktuar, ndoshta sot shkruan edhe shumë më bukur ndoshta poezi të ndryshme. Ani pse domethënë tu kena të bëjmë me burime që janë strikte, po themi, por interpretimet e tyre domethënë gjithë cila e ka atë momentin e vet, edhe ku personi aderon, pra ku jeton personi, domethënë në hapësinë dhe kohë. Pra domethënë nëse para 10 viteve ne mund të kishim shumë të lashe tjera, apo gjëra të tjera të cilat janë, apo nëse në kohën e pandemisë kishim prep rrethana të tjera, atëherë domethënë ato ligjëratat i përshtaten pak a shumë edhe momentit dhe kohës, i paraprihet pak a shumë edhe momentit edhe kohës. Prandaj gjitha ato ligjërata në vetvete, sado që njeriu të jetoj, do të ketë mundësi për imagjinat, po them, nëse ashtu, për të interpretuar në mënyrë të vazhdueshme mirësitë e Zotit, sepse njeriu vazhdimisht, Kurani vetëm vetvete është muxhize, është mrekulli, po që mrekulli që vazhdimisht njeriu nxjerr nga ajo. Ti mund të lexosh një ajet, një citat të Kuranit, që bën fjalë për një ngjarje, apo për një moment, apo për një kull, apo për diç. Atëherë domethënë studiuesit i çon në diskutim, domethënë, për cila bëhet fjalë, për cilën kull. A është kjo kulla në kohën e tij perandori, apo ti faraoni, apo ti, domethënë ngjarje të ndryshme. Sot bile ka studime të cilat merren ku ndërlidhin edhe historinë që përmenden në Kur'an, e ndërlidhin me arkeologjinë. Është një dimension krejt i ri që na shfaqet ne në studimet islame. Pra domthon, çfarë do të thotë me këtë? Nëse flitet për Hazreti Jusufin, po themin, apo Musain, apo që kanë pas kontaktet me faraonat e ndryshëm. Atëherë arkeologët sot kanë shkuar dhe kanë bërë studimet në ku janë varret e tyre, sepse gjithë cili pak a shumë dihet në cilën kohë, në cilët vite ka jetu, dhe për shembull është vërtetuar që Moze është i shënuar për shembull në Egjipt, ku ka pas vendin për të varrosur aty, nuk është vorri aty. Apo Jusufi alayhi Jose për shembull. Pra arkeologjia e përforcon një gjë të tillë, e përforcon atë çfarë thotë edhe Kurani. Pra domethënë e vërteton që Jusufi alayhis salam ka qenë te faraonat, dhe e vërteton që Jusufi është larguar nga, siç e përmend Kurani dhe librat e shenjtë, po në anën tjetër është e vërtetuar nga arkeologët që nuk është varri i tij aty. Apo rastet e tij, pra domethënë mund ndërlidhet në mënyra të ndryshme, mund ndërlidhet
mund të lidhet për shembull Kurani ka shumë veçanta se po me që për të kuptuar se sa atraktiv, sa dinamik është ai, domethënë. Për shembull në Kur'an përmenden shumë ajete kur thotë kul siru fil ard, pra domethënë thotë Allahu xhaleshanuhu vizitoni vendet pra. Na ordnon domethënë që të vizitojmë vendet, që disim. Edhe ndikon në jetë thotë shikoni thotë popujt se si kanë qenë pabesimtarë. Shikoni popujt të cilët janë shkatërru, si popujt të cilët janë dënu. Etj. Pra na i shohim gjatë historisë ekzistojnë popujt të ndryshëm, ekzistojnë vende të ndryshme, Pompei, kjo që e njeh, domethënë edhe që mundën më shku me i vizitu njerëzit. Pra në një farë mënyrë Kurani ne na nxit edhe për të kuptuar dhe për të njohur edhe për të sqaruar me atë se çka i ka ndodhur botës gjatë asaj kohe. Por kjo në vetvete lind studimin mandej. Sepse njeriu që shkon, domethënë e viziton, e hulumton, e shikon çka ka ndodhur me këtë popull që është në këtë gjendje, apo çka ka ndodhur me të qytetet e cilat janë shkretina, çka ka ndodhur me të qytete, sa qytete kena edhe në vendet tona, të cilat nuk ekzistojnë më, që janë kohëve të ndryshme. Po Zoti thotë që ato vizitoni, edhe shikoni, edhe analizoni. Atëherë domethënë i analizoni dhe i thu çka ka ndodhur me këtë popull që ka rënë këtë drejtë. Atëherë lind historia, është arkeologjia, historia, lind dhe mandej edhe shkencat politike, se përndaj duhet me ditë pse, si ka ndodhur kjo, si ka... Gjitha këto mësej të janë në ndek të cilat neve, Kurani është ai i cili na nxit. E s'po flas për shembull për çështje tjera, siç janë astronomi, gjeografia, apo vendet, apo diskutime të tjera, gjeologji, e tjera që hynë gjitha ato tema. Për mos muzeat, një furtar, një person i kanë thënë, i kanë pyetë hoxhën, a dihet se sa buk nxjerr një thesmill? Po i ka thënë ky, a ka Kurani këtë gjë domethënë? Se të shkanë shku pak e fje, banan pak e fje. A ka Kurani, a shpjegon Kurani sa buk duhet nxjerr një thes mielli? Edhe ky thot, po thot e ka thot. Po më tregoj thot. Ky shkon te furtari thot sa nxjerr, i nxjerr thot kaq e buk, 50 buka, 20 buka ashtu. Këtë thot Kurani. Pra domethënë Kurani thot që duhet shkosh për çështjen që është ehel, që është adapt për atë çështje, ta pyesë për atë çështje. Domethënë Kurani ne vijat, udhëzimet, në pikat kryesore se çka na edhe si duhet ta kërkojmë na dijen tash. Si duhet ta kërkojmë na informacionin, si duhet ta kërkojmë na atë të vërtetën, jo gjithkund me kërku, por duhet adresa të sakta. Për atë arsye domethënë kur thash për tema, domethënë këto janë ato të cilat e bëjnë vazhdimisht në mënyrë të vazhdueshme, impresive, domethënë çto që vazhdimisht atë e nxit për me kërku edhe me hulumtu edhe me gjurmu. Prandaj domethënë edhe to ligjëratat në vetvete nganjëherë ne mund binë përsëritje sepse janë temat të cilat vazhdimisht, sepse po i mandushëm Ramazanit nuk mund damin nga ato temat të cilat janë thelpsore do thoja, por edhe raste të tjera, temat tjera të cilat janë shumë shto ma të ndryshme të cilat na çojnë në mendime edhe në gjurmime të reja. Është shumë e bukur. Faktikisht sonte kemi terapinë e dytë. Si nisi, kemi xhamat, mund të themi që është një muaj që presim xhamat në xhamia. Faleminderit ashtu, domethënë Zotit, besimtarët janë, domethënë marrin pjesë në 28 xhami, domethënë ne kemi të hapura, qoftë në qytet, qoftë edhe në fshatra, të gjitha janë në dispozicion të besimtarëve. Natyrisht që fillimi është më i mirë se gjithmonë, domethënë, por me pas jo se njerëzit nuk shkojnë, ndoshta se duhet të analizohet kjo, por ndoshta me pas njerëzit shkojnë edhe në për familjet ndryshme, iftarët ndryshme, ku ndoshta i pengon nga një herë që të shkoj për shembull në një xhami tjetër ku pak a shumë
ndoshta si më thonë e bën personin që të mos shkoj, po e mira është që kur shkohet edhe ai mesazhi im do të ishte që kudo që të shkojmë mysafir në një iftar tek një afërm, ta vizitojmë edhe xhamin aty vendi. Domethënë pa marrë parasysh një natë nuk i gjen gjallë ato vendet mielë që vendin mysafir. Kështu që siç ka qenë traditë gjithmonë. Edhe për këtë domethënë duhet përpiqemi që ta vazhdojmë ditët e numërume, si më thani janë, edhe njerëzit mundohen domethënë të shfrytëzojnë maksimalisht këto ditë me të cilat kalojnë shpejt, ashtu si fillojnë edhe kalojnë. Kur jemi në ditët e para, themi kemi kohë, ndoshta të marrim akoma, të përmirësohemi akoma, por kur jemi nga fundi gjithmonë themi kaloj shpejt. Kaloj. Faleminderit. Është kënaqësi që filluam le të themi së bashku, edhe gjithmonë të gjitha bisedat besoj se janë të mirëseardhura për gjithë shikuesit, por kanë më shumë vlerë në këtë muaj. Është kënaqësi për bashkëpunimin edhe për gjithë ato se çfarë do të përçojë. Faleminderit stafit tuaj dhe gjithë atyre që kanë kontribuar dhe edhe një herë përsëris qoftë ato donatorë dhe ato holollar apo imam teolog të cilët do të prezantojnë gjatë këtij muaji, Zoti t'i nderoftë inshallah me të mirat e pa numër ta qofnë këtë jetë pa një jetën tjetër inshallah. Po shikoj orën, jemi edhe pak afër iftarit. Agjërim të pranuar. Agjërim të pranuar inshallah, edhe Zoti ka bull, edhe inshallah takohemi rradhave tjera. Faleminderit. Shikues të televizionit të Huta, faleminderit edhe juve për vëmendjen. Ne filluam sonte për të qenë së bashku përgjatë gjithë muajit të Ramazanit, për të përcjellë tek ju ligjëratat edhe fjalë të vlefshme, le të themi, për muajin e Ramazanit, për edhe për të gjithë jetën tonë të përditshme, sepse kur jemi në të përditshmën të mirë, atëherë edhe gjatë muajit të Ramazanit padyshim që besoj do të marrim edhe mirësitë më të mëdha. Agjërim të pranuar, ju bëft mirë iftarit të gjithëve, faleminderit për vëmendjen tuaj, ne do takohemi së bashku, jo vetëm me mua, por edhe me kolegët si Jonidën, Egzonën, Inesin, po edhe Stankën, për të përcjellur tek ju një emision të bukur edhe fjalë të bukura gjatë këtij muaji. Faleminderit stafit realizues, ju bëft mirë të gjithëve.